Kalon ti me të rezinë. Ja, të e bësh katrin, ja. Një të shikoj vetë, ja. Një të hapë për të në të të. Shikoj për brenda, hajde. Ja. Ku do riu një shkreti këtu, ja. Du shek të mberu, ja. Që flen kalamajë të, ja. Ja këtë, ja. Nuk kam as ide. Ku të fle unë? Tu banoni 5 veta? Këtu, quri mikë në Tiranë, ma, na keqja iku i shkreti, i madhi. Eshtë 28 vjeç, iku në Tiranë, atje rri me qira, atje pa punë për rri më shumë, vetëm iku na keqja këtu se s'kishe ku flite. Kur vinte, drejt me them, ma zë be për qërat, ja këtu flinte i shkreti, ne flini kokën aty, të dy, burë e grua. 2 kalamajt e tjerë flinë aty, që janë gjysë njeriu, njeri është ka kaluat atë fëmijë, një me autizëm, aty flinë atë shkretë, ngusht. Ja, shikoj gjendje vetë. Sa vajti lartësia ujtë? Jare, vajti këtu. Ja, nuk e di televizori që në i pri qunin në Tirana. Se se kënë gjërve. Po e jeta juve? Qa në ngrim, në ngrim. I hipën lop lartë sa i bërtita Andres. Ajde tiki dhe se di që ata shumë. Gati sa s'pushon të zemra. Ikë pasaj i lam këtu. Kure në ora 4 ca se meri dhe nip që i Andres. Me gjithë motrën. E i rip që në makent, në i mori ato 2 ditat e vicin e voglën, makent, në i prujt e shpia. Dritë është vicin sa s'ngordhe i shkreti. Ishte i natë merja, po jo? O, bo, pa parë. Shumë keq. Shumë keq ishte. Qfar kërkoni sot? Po në ndimot në i dyshek, në i organa, në i batanie. Batanie më dhanë më të mitë atje, po më duan, pa isi kështu. Jo në i komedin, ja do labi shkatrua, robet, ja, janë njëmër të tëra, ato nuk bëjnë me robet. S'ka mas gjë. Si ndodhi atë natë? Atë natë e pam që në këshem, po varësh djeli, kishte rrym kanali. E po thamë në heq hidrovori, nata ishe gjatë, shi s'ka, shqyqyr zoti era nuk frynë këteja që të blokojnë, ma se ka rënë shien dhe heq kanali. Hyri pra në borë, burra të mles, që të mles, nëzora frigoriferi, nëzora këtej, nëzora ngrita qik lartë jashtë, a i vajti brest. Sa vajti ujtë lartësia ujtë Në kësiz, këtu. Mbi 1 metër, apo? Po, 1,60 ka vajti. A evi njerit ju lajmëronte që kish ju ka nëse një rrezik? Fare. Në orën 2:30 të natës, pasi unë kishem më nëzirë dhe kam dhe 20 kuintal cimendë, se kam nisur një 2 dhomë atje, nëzora dhe cimendën, u bëra uj me djersë, a jerdi pasaj me volumë, vajti këtu, unë hecjem në për ujnë, shikojnë qa do bëj dhe drithjem qa do bëj më zotë, bërtisim unë qajem, ajo qande. Gruja, qune nuk dilë nga dera, qa do bëjme? Nga të vemi. Ta shubu, qa bëjmë? Qes njoftoj një motrën, njoftoj motrën, merë dhe nipi, a i më vuri dorë, në të gdhire erdhën pas e ndimat, emergjenca. Në nëzorën, lopti kishe më zirë këtu lartë të dysheme shpis. Po, ata më nëzorën, se unë shfinjëm të të me lënjish, vajtë këtu pasë. Ma se pyet me, edhe sot më dri dhe gjujnë kër hynë edhe. Kishe në rakë për fëmijët? Po fëmijët ngellën brenda, qanin dhe s'dinin do të rrinë lartë krevatë në kem, edhe lartë krevata ishte dhe i këtu brenda, dhe mbi gju. Vajti gati në dritare ujtë, po dilte nga dritarja ujtë. Edhe i thashe atyre të elektrikut sot, shikoni mos ka defekt, impiant elektrik, gjenë defektin, mi e për ndryqim, po asaj të dhim. Ju sot nuk keni asgjë, apo jo? S'ka as dritë as gjë, nuk ka dritë. Ushqim s'kemi, po që aqë nuk po kërkoj ushqim, për të nërë për vetëm të rojë dhe një javë pa ngrënë, po vetëm të lopës, nuk kam nga e mbajrë. Se pak tonë jemi të zekur, ku do vemi? Zirë ushqim për lopë, po dhe për të ngrënë s'kam, dhe për të ngrënë s'kemi. Po pike parë ishtë duat, shpëtojnë gjene gjallë të nëzirë nga dimri. Dua misër, dua ushqim, dua qik bartë sa ato se jonqëm, se qa mund të mja përsh, qa. Vim puna, s'kemi nga e mbajmë, se unë nuk them të dyre të le për para përgjësisë, hajde ti tani më jep më shpirtin. Atëre, ju nuk keni asë ndresa, mjetët janë të totat është, si do t'i përballoni? Me të keq, nuk e dim që të bëjmë.
Ushqimi i lopëve ka përfunduar totalisht se u njom nga uji i lumit. Lopt po i mbaj lart mbi grur se kanë dalë ca kurrizë skolinash, e kupton? Edhe njerë për njerë gjëja më emergjente është ushqimi i blegtorisë. E kupton se ne si njerëz bëjmë si bëjmë. Ushqimi i blegtorisë është më kryesori. Ai do prur sa më shpejt se s'kemi ku t'i drejtohemi më. Nuk ka asnjëri në fshat, as për të blerë më nuk gjen. Jemi në një gjendje katastrofe, nuk e di se çfarë do bëhet me këtë. Erdhën dije, na morën emrat shnim, edhe nuk dihet se kur do vinë. Do vinë apo s'do vinë. Blegtoria nuk pret, do ushqim. Këta i drejtojmë shtetit, i drejtojmë tëra instancave që janë me bashkime të gjitha, më kryesorja dhe më urgjendja është ushqimi për blegtorinë. Këtë kam unë qysh prononcimi im dhe s'kam nevojë më për që të më vinë, të më bëjnë reklama, të më marrin emrat shnim e qysh e tek. Gjendja verifikohet në vend. Këtë që unë jam fermer, kam blegtorin, tokat i kam të përmbytura, nuk e dim tani, kujt i drejtohemi. Zotit i kemi thënë po bëjmë 3 ditë që i lutmi, po dirim sot nuk e ka dëgjuar Zoti. Pak na gjojnë qeveria. Se kur vinë punë e votimeve, na vinë me vrap të shtëpia. Këtë nuk e di. Ne kërkojmë që pak na ndihmojnë me ushqimin e lopëve, në një misë, në një gjë kështu. Pak në këtë e fundit. Pas e tjerat, mund të rregullojmë edhe vetë. Pak në ushqimi kryesor i lopëve. Ju çfarë ju dëmtua? Unë dëmtua ballat, misri këto, kryesor. Sa bakti keni? 7 krerë. Dhe sot ju nuk keni me se t'ju ushqeni, apo jo? Po. Jo vetëm ju, por edhe banorët e tjerë. Po, edhe një pjesë tjetër. Po, një edhe një pjesë tjetër. Edhe një pjesë Në lemëruam, po erdhi në moment që s'kishim mundësi. Jo se në lemëruam, po s'kishim kohë që të bëjnë sa më shpejt. Me ujë i nxorën baktit këto. Ka kishim mundësi, arritëm dot. për të larguar bazën ushqimore nuk ishte. Jo, s'kishim kohë, nuk kishim mundësi, se s'hyje dot. Vetëm njerëzit që larguam njerëz kaq. Lumi ka dalë rreth orës 12 para dite. Deri në orën Ajo filloi pasaj nga ora 7 që filloi moment që ishte më keq. Që filloi ritmi. Jam pritur. Nuk punon. E kjo çmendo nuk e di se kanë zbuluar tani erdhën. Nuk janë, e duhem një ditë për ditë ta pastrojmë. Ja, me zi nxorëm lopë, të mbushti dhe një gjysmë me ujë. Mjelësa në u prishti, ja, me te i milin lopë.